ata që e din paka shumë historikun, qysh jam muzikën, e din që babi em ka qenë muzicient dhe vazhdon ala është muzicient, klarinetist, i cili ka punu në atë kohë me këngëtarët që kanë qenë më eminent asaj kohe, edhe unë jam rrit me një shtëpi ku ka pas shumë muzikë, gjithmonë muzikë, edhe fati tjetër ka qenë në atë shtëpinë ku kam jetu, përpara shkollat kanë qenë në për shtëpia, për shkak të regjimit që s'kemi mujt me u shkollu në për shkolla, në atë shtëpinë ku kam jetu e ka qenë shkolla e muzikës. Edhe unë si fëmi, normal, më ka pëlqy gjithmonë, kom nejtë ndritare të i këshirë të majtë orë, sidomos më pëlqejke solo këndimi dhe piano. Edhe në vitin 96, mos gabofsha, babi ka punu në Ulqin me Nikol Nikprelaj edhe Ilir Shashirin. Edhe na shkreshim do me thonë 3 mujt ditë rreshim në Ulqin krejt familja, edhe çdo natë në ramjet që kam bu muzikë, edhe une ato kongë që i këndeshin në ramjon e nesër që isha në mëngjes, edhe dilsha në obor aty ku kemi banu krejt, edhe Nikola ka qenë ai pari që më ka ndëgju duke këndu, edhe i ka thonë babit, djali ka shumë vesh, edhe me një mramje më ka fëtu. Realisht ti s'ki fillu direkt me këndim? Jo. Fillu me klarinet? Po, pasaj, kur jam regjistru në shkollë muzikës, shkollë tullë muzikës, babi më ka regjistru në violin. Edhe ne si fëmije që nuk ka kërkesa shumë, më ka arë keq mi thonë babit që nuk përdu në violin, përdu klarinet, i këmë thonë mamit, mamën përdu mu bo si babi, përdu me klarinet, edhe e këmë ndru instrumentin, pasaj këmë vazhdu me klarinet. Do thot inspirem për ty ka qenë babi? Babi. Edhe sa është babi sot krenar me ty, edhe me rrugtimin tënë në muzikë? Besoj që shumë edhe unë mundohem... Ata thot shpesh, apo... Jo, babi është person që... Më i mbyllur? Po, nuk t'jep komplimente shumë, ma shumë kritika dhe besoj që është anë pozitive që realisht mu më bon mirë, a isë fakt. Cila kritikë është më shpesh ta që e merr nga ai? Po, zakonisht për muzikë, për mënyra, se tash ka ndru shumë muzika me kohën që babi kur ka punu në atë kohën që e kam pas, muzika ka qenë ndryshe, e folëm edhe ma herët që atëre për një me ka pas ma shumë vlerë muzika, edhe nga njerë ai nuk e percepton këtë trendin që është sot. Muzika sot është po, është do me thonë shumë komerciale, edhe këtu ka njerë nuk pajtohëm. A ka ndonjë këngë tënde të suksesshme e që një kohësisht babit nuk i pëlqen? Po, babi nuk është shumë tip